Faktet flasin se libri historikisht ka qenë instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive si dhe mjeti më efikas për ruajtjen e tyre. Dhe në kohën që kultura e leximit në masë të madhe është zbehur si pasojë e përdorimit të teknologjisë së fundit dhe rrjeteve sociale, kur rinia kalon pjesën më të madhe të kohës, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani në ditën botërore të librit kthen vëmendjen tek biblioteka e qytetit. Nga ky ambient i dekoruar me tituj të ndryshëm dhe libra për të gjitha kategoritë e popullatës, Limani apelon që të rinjtë sidomos të lexojnë sa më shumë me qëllim që të bëhen pjesëtar të denjë në shoqëri. Ndërkaq, si arriqi për lexuesit dhe anëtarët e kësaj biblioteke, është lajmi se komuna bashkë me bibliotekën po i shqyrtojnë të gjitha mundësitë që sa më shpejt të krijojnë edhe hapësira për leximora. Erdhëm vizituam gjithashtu një iniciativë edhe nga ana e institucionit, por edhe me vullnetin tonë që shohim të fillojmë renovimin e një hapësire e cila do të mund të shfrytëzohet si leximore. Komuna me ato kapacitetet që ka do të mundohet që të ndihmoj për të realizuar kjo ide. Mesazhi i kësaj dite është që të fillojmë në fakt të lexojmë sa më tepër, sepse shohim se kohëve të fundit leximi si dhe zhvillimi në këtë drejtim është i mangët në shoqërinë tonë dhe besojmë se me lexim do të përmirësohet edhe shoqëria, por edhe edukata qysh në moshën fëmijërore deri në moshën madhore. Biblioteka e qytetit disponon me mbi 40.000 tituj, ndërsa fondi i librave arrin në 80.000. Numri i lexuesve po rritet, ndërsa ndërtimi i leximores po bëhet një domosdoshmëri. Kështu deklaroi drejtoresha e Qendrës për Kulturë, në kuadër të së cilës funksionon edhe Biblioteka e qytetit, Faria Dili. Dita ditës rritet numri i lexuesve, interesimi i qytetarëve është më i madh. Fondi i librave është mbi 80.000. Me 40.000 tituj, kështu që shpresojmë që të ketë më shumë aktivitete, të kemi hapësirë për leximore dhe i ftoj të gjithë qytetarët që të bëjmë pjesë e bibliotekës së qytetit. Limani i ofroi mbështetje bibliotekës për leximoren, ndërsa drejtoresha Adili ia ktheu nderin duke i dhuruar libra. Kjo edhe për të ritheksuar faktin se libri mbetet dhurata më e bukur për njerëzit e respektuar, miqt dhe familjarët. Kujtojmë se në shtator të vitit të kaluar, Biblioteka e Gostivarit u zhvendos në hapësira të reja dhe shumë pranë lexuesit, me që gjendet mu në hyrjen kryesore të objektit të Qendrës për Kulturë. Nga ajo kohë, numri i anëtarëve jo vetëm që është rritur, por gati është dyfishuar, ndërsa apeli i punëtorëve të bibliotekës është që të gjithë qytetarët anëtarësohen, duke u bërë pjesë e kësaj vatre ku jetojnë në vargje mendjet më të ndritura të njerëzimit.